أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamdi takon Allahut, na bashkoj prap këtë ditë madhe të Bajramit, këtë sabah themi të madh të Bajramit, me iman më e rëndësishme. Tu i besu Kur'anit, Sunnetit, me si besu nuk dhe vishim këtu, po shqyra Allahut prap e mbritëm, me saglëk, me shëndet, po Allahu i mëshiroft edhe ata që brenda këtij viti u bon për rahmet. Allahu edhe neve ka një vdekje të bukur, inshallah. Allah, vinë Ramazanet shkojnë, vinë Bajramet shkojnë. Unë që këtë ndjenë nuk e di, me veti hala jam të e diskutu. Themi këshu publikisht se mërzitemi usos a i mubareki ama. Me fol me veten, në vetëmi këshu, ku na di veç Allahu gjelle gjelalu zemrat. A gëzohemi ndoshta. Valla unë e dënerja pys vetes këtë. Jo që më vjen shumë vështirë me mbajt Ramazan, sidomos si mjetë që ishte me orët e dimrit. Bare me thanë se kina mbajt Ramazan si mjetë. Bash sot për Bajram ndruan orët. Edhe tash një 30 vjetë nduket në zgjase Ramazani me orën e dimrit. Mbare me thanë se mbajmë Ramazan xhamat. Po pse gëzohemi mduket se shkon Ramazani? Hoxhxhia u thon. Po vallai gëzohemi se boll se një apim hakun, boll hym jashtë Ramazanit gjuna. Duket e në Ramazan se hym gjuna, na shkruen ma shumë, thom shqyqur bare që shkoj, ma pak gjunafet na shkruen bare. Se, ku e di, nuk shof shumë e shumë ndryshime në jetët tona, flas për veti. Ha po, elhamdulillah, xhamiat bojnë pak më gjalla, ka xhamat, teravia, ajo kjo. Mirë po, gjunafet e njëjta sikur vërtitën xhamat. Prandaj duhet me kërku mbrojtje të Allahu, njëre për gjithmonë me ndru hallin, me boni teube. Që ma pa edhe në Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit vazhdoj e hafë. Me Allahun Teala pazarlëk nuk bëhet xhamat. Këtë ja thom vetes, po edhe juve. Me Allahun pazarlëk nuk bëhet. Allahu e di se çka mendojmë neve, se çka kemi në planet bëjmë nesër edhe mbas nesër. Tamam. Nëse e kemi pejtash në plan se shqyqyr shkoj Ramazanit dhe vazhdoj me qefet e asaj para Ramazanit atër kot, Allahu pse e ka ditë të ardhmen, kur një bereqet nuk ka dhënë Ramazan, dhe neve na shkojnë që kështu Ramazane, kur e shohësh nga i kaluari, në këtë sot që erdhi, asnjë ndryshim nuk ndodhi. Asnjë ndryshim nuk ndodhi. Një ders nuk jemi në gjendje ta ngjojmë, ku e di teraviat, hajde sa më frek, hoxho biri. Kitë këto i flas për vetë, ja nuk e kam për juve. Hoxho pse bëhesh pesimist ditë Bajramit, po që kjo realiteti. Allahu na e shëroft që këtë nefs, të bohemi të pangir, të pangopur ndaj ibadetit. Amin. Kur dhe mbrim këtë deregje, nuk e di. Mirë po shpirti pak e ndjen atë dhimbje se shkundo rastet mëdhaja. Një nafile që do quhet sa një fars, u largun këto. Po megjithatë duhet me falenderu Allahun. Tetof, rrethinat tona prap shijohet një atmosferë Ramazani. U mbushën xhamiat, erdhën hoxhallar, mysafirë kështu me radhë. Në veçanti tash unë kështu dua nga shpirti jem, një dersh këtu erdhi një hoxha efendi nderuar mysafir, dhe hapi një temë që shumë do kemi nevojë për atë temë xhamat, me rujt hadithin, me rujt sunnetin e pejgamberit mbas Kuranit. Se të përhapet që kjo bela në të ardhmen tonë, këto trit kur dëm plaken, se dia dhe mbrinat iman si e kanë sot edhe kur di kenë 60-70 vjet, a dhe i besojnë haditheve njëtë si i besojnë Kuranit. Ishte dekan i fakultetit të shkencave islame. Dhe më mbushën syt me lot sa vler i dha hadithit të pejgamberit a.s. dhe soli një shembull nga imam Euzaiu. E kanë pyet imam Euzaiun, a Kurani ka më shumë nevojë për hadithet, a hadithet kanë më shumë nevojë për Kuranin? Dhe përgjigja e imamit të madh është se vërtet Kurani ka më shumë nevojë për hadithet, se Kurani është më i shkurt. Hadithet e sqarojnë atë Kur'an dhe na e bëjnë më të kuptueshme neve këtë Kur'an që u mundum bëjmë hatme në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Mirë. Para 3-4 vjetë më duket e kemi nisë që këtë qitap, këtë ilmi hal, dhe me lejën e Allahut më duket ashtu bukur erdhi, sot për ditë Bajramit temën e fundit do ta lexojmë, si të na premtoje koha edhe do ta mbarojmë qitapin dhe shumë sevap me marr pjesë në fundin e një qitapi.
Se zakonisht ulemat aty cekin do tema më të rëndësishme dhe kur e ka përfundu ka bodën i dua, edhe ti bëhesh ortak në atë dua. Madje sot e shoh se xhamati qenë ka pak më kallavallëk, për pak dhe mendojsha se unë jam bë kush e di çfarë hoxhe, më tash më kujtu se për jashtë biheshi dhe s'kemi ka të shkojmë apo që mos lageni, e ma pa kur të vini këtu ndoshta s'do ketë vend, po shqyr Allahut, shif ka një atmosferë të bukur. Ta dini xhamat, krenari, nder dhe qef më të madh për hoxhën, se kur e shet xhamin e mbushur dhe të kallëzoje dersa aty, mund të jetë ose qef ose sprov. Hadith ka pejgamberi a.s. ka thënë, afetul alimi kethretul mejlis. Sprova e hoxhës është kur e ka xhamatin kallaballek. Dhe çat u luta parës kur i çum duart ja Rabi, ma mur mendja se mund bjerë shi mund të rinë më shumë musliman sot këto. Aman më kape ai epsh, gjithë to fytyrat pastra muslimane shikojnë dhe ti ta ndjesh veten diçka me ato gishtat për ka xhamati, ju ashtu ju. Hoxha jem ka thënë, nuk është hoxha ai njeri që ja ban gishtin ka xhamati kështu. Xhamatin duhet ta kesh pasqyre, atë gisht ta kthesh për ka veti. Tamam. Allahu na bëf pe hoxhallarëve të tillë. Mirë, e lexojmë këtë ilmi hal. Dhe bash ditë Bajrami nuk du të vaprishi disponimin, mirë po tema e fundit ishte vdekja. Dhe të vazhdoje inshallah ky dietar i nderuar edhe pak na fole për vdekjen, si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ekthiru dhikra hadhimi lezat. Kujtonja shpesh atë që va ndërpret qefet e kësaj dynjas, el meut, vdekja. E tash nuk du që pasi të shpërndajni nga xhamiat, shkojni kështu si të hutuar në shtëpi, në më i folni grua se ne më bëjmë bajram me ato shtëpis, ose kur shkojmë misafir më ham baklava e tatlia, unë nuk du të vaprishi disponimin, po që ashtu të vazhdoj tema e njeriu të keq, gjynafqari kur vdes, si djamarin me laqet shpirtin, aty u ndalëm. Tash do vazhdojmë inshallah sa më shpejt do t'i kalojmë, se pastaj do vinë edhe vdekjet e bukura me lajqet e mëshirës. Kishim bet në ajetin kuranor Allahu Taala ku thot wen naziati gharqa. Allahu Taala i betohet me lajqeve që njerëzve të këqinj dia marrin shpirtin duke i mbyt ato. Dhe në këtë kitab kaloi 3 herë xhema do ndodhe ky proces. Si me na i shkull gjitha qimet nga vendi, si me na dal mo shpirti deri që këtu në fyt, mirë po që ta shijojmë ma tepër, na lishojnë. Ai më thon na lishojnë, mos foli për këtë vetë, po do t'i lishojnë njerëzit e këqinj. Ai neve mos jemi për aty në amin. 3 herë do ta shijojë këtë. Me lajqe, 360 me lajqe Allahu Taala për çdo person do t'i japë vazife që ta qortojnë atë njerit të keq. Do t'i thuajnë ti ishe qibërli në këtë dynja. Ti nuk i bëjshe sejdë Allahut. Ezanet thirreshin, hoxhallarët na thirrshin në xhamia, ti nuk i jepshe xhevap atyne. Ti mbaheshe mendje madh, nuk shoqëroheshe me fukarajt dhe i klasifikojshe njerëzit sipas pasurisë dhe mendojshe se ajo pasuria jote do të mjaftojë. Çeksi muhabete xhamat, boll shpejtit ka ardh ka hunda, me çeksi qortime me laqe do të na qortojnë, Allahu na ruaj. Sot mendojshe se fëmijët apo punëtorët do të shpëtojnë, ja që janë rreth teje, në prezencën tënde, hajtë të shpëtojnë ta shohim. Tash janë duart tona. Njeri së ndë jape gjevap, Allahu na ruaj. Bëjshe gëjbet, kalon në kitab, thot, bëjshe gëjbet, folshe mbas shpine, i përgojëshe njerëzit dhe më në fund thujshe Allah është i math, Allah i të na fale. Ja që i Allah i math, tash do ta tregoj ty edhe në dëshkimin se pas ka të math. Allahu na ruaj nga kjo vdekje. Pas gjitha këtyne qortimeve, të këtyne 36 me lajqeve, do hiqen pastaj ato, do vije meleku kryesor i vdekjes që e ka emrin Azraili alayhi salatu wasalam dhe do ta pyes këtë njerëz të keq. Kejfe ra'ejte dunja, si e gjete këtë dynja, bas të cilës u dhahet që ashtu edhe u harrove se kishe ibadete dhe obligime. A i dë those në hadith kalon kjo, e gjeta atë me keretun gaddaratun, këtë dynja e gjeta trikagji, nga mekër, nga rënja mekër vjen, trikagji, ma boni trikën, mendova se me pasuri unë edhe arri lumturin, dhe vrafova në basa saj punë, në basa saj punë, në basa saj veturë, në basa saj qetrës, dhe ma në fund të parë se s'pas ka hajër për atyne. As njënën së ndo të marrë në vorë. Dhe gaddaretun të pa më shirëshme. Dynjalaj ki gjemat nuk të falë. Një kikë si vogël, sidomos njerëzit dynjagji, s'ta falin gabimin. Allahu Taala na ruaj për atë. Pastaj, duke qenë në këtë gjendje, do të etet shumë, do të digjet për ujë, do të përvëlohet dhe do të kërkoj nga 4 anët ndonjë ujë. Prandaj është mirë xhamat të afërmve me ja lag në një
partall temi apo do një peshkir me ujë dhe me ja prek buzët që mos e ndjej këtë etje. Se shejtani, alayhi lane, këtë moment do ta shfrytëzoj si rast për t'ia vjedh imanin. Dhe do ta merr një gotë. Sigurisht që kjo do jetë vetëm një mashtrim i shejtanit. Brenda do ketë ujë me akull. Ramazan ndonjëherë ndjeshim këtë moment apo ta kisha vesh një gotë me akull, një ujë akull të freskët apo. E tash në atë moment 100 herë më tepër do të jemi të etur dhe shejtani do vjet një avez imanin. Dhe do ta tregoj këtë gotë dhe do të thotë, a e dush këtë? Aq etje të madhe dëshiroj njeriu sa do jetë në gjendje të japet çmos, vetë një glënk nga ajo gotë me e pi. Shejtani do thotë, do ta jep ama me një kusht. Këtë ta jap, ti të më japish imanin. Nëse ka qenë njeri i dobët, nëse nuk i ka interesu feja islame, nëse nuk i ka interesu dersi i hoxhës, se çka tu fol ki, që ka zënë këto be pralla, që 100 vjetë që si hoxhallar, muhabetet e njëjta i ka zënë. Hazreti Musa më vakët, Hazreti Isa, kurse flet për shokun e klasës. Pa ato kissa, ato ngjarje na japin mësimeve dhe reflektime për ardhmërinë tonë me xhamat. E normal edhe ne hoxhallarët duhet bëjmë krahasime nga ato ngjarje me nxjerr një mësim edhe për rininë e sodit. Ajo duhet mangësia jonë nëse lam vetëm mesazhin atje mbas, si një ngjarje historike. Mirë po ka këtu shembuj. Nëse i nënshmojmë neve ato, dhe mashtrojmë pastaj të qaj ujë. A thot nëse ka qenë musliman i mirë, dhe kujtoje se këtë e ka dëgju në ders, kjo vetëm një mashtrim i shejtanit, s'ka hajër për ati të mallkuarit, edhe ujtin që ta jep mos e di si ujë, ai është vetëm një helm. Dhe i kujtoje dhe dhe thosë a'udhu billahi minash shaitani rajim, dhe dhe hika i mallkuar, dhe do ta shpëtoje imanin me lejen e Allahut, dhe dhe hyjen në xhenete të përjetshme me lejen e Allahut. Që ato ajete të bekuara që i lezoj Hafëzion i ndershëm. Në për xhenete, në xhenetin e Adnit, në xhenetin Firdeus, do të në shëtisë Allahu Teala. Vetëm o puna me shpëtu imanin. E ja, tash është Bajram, inshallah tash dhe hym nga vdekjet e bukura, që ta shijojmë pak më mirë Bajramin. Mirë po, ky dietar e ka shkruar në nën titull. Tash ajo është vdekja e njeriut asi. Asi do thot një njeri që kundërshton, që nuk ngjon, s'ka respekt ndaj Allahut, ndaj pejgamberit, dhe as kemi njerëz të tillë në mesin tonë. Djali i ri thot, hoxho, e di zgjon tu hek unë pi gjyshit tem. Për ditë ma shan pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe e din se do prekem, po njeri vallahi më fal shprehje atë vajzë që e dashuron be nga gjenerata që e ka nuk e nguse, nuk e shan, se është një pijot, diçka e vlefshme ajo. Vajzë në zemrën e një pitant. Po pejgamberi është 1 milion herbe më i vlefshëm zemrat tona. Pse be më gucisht e pejgamberi? A nuk frikesh be se dë vdesish një ditë? Dë vije o xhamat, dë vije kjo vdekje. Dë vije dhe mund të nazane bashtu fol kesh për pejgamberin alayhi salatu wasallam. Allah ja Rabbi na ruaj. Ja Rabbi na ruaj. Ama shumë shembuj ngjojmë xhamat. Ma para ka qenë kështu. Plaku ka ardhe hoxha dhe është anku hoxho bën duabe se ke gjali së më gjon. Ku e di endet udhnave shkon në për kafet këqia. Të shkart puna, gjali ri udhëzohet, ankohet nga plaku në shtëpi mashan pejgamberin, thotë e subhanan. Po çka kebe me pejgamberin? Po çfarë të keqe pa e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Se di valla. Se di. Mo boje vakit ndodhi unë aty, të shahet pejgamberi alayhi salatu wasallam. Së nduroj xhamat, së nduroj. Ama s'njof plak, bab, gjysh, daj, hall, teze të unë s'ka. Edhe neve gjithë duhet që jemi ashtu xhamat. Dhe këtë e kam vërtetu, e ne prap mund të vërtetoj me lejen e Allahut. Nëse duhet barem dëham qytek, hatër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aman një herë për gjithmonë, këta islamofob, këta dyshman të pejgamberit, të binden se ka vdekje. Tamam vdis si qafir. Ku më intereson, the qafën, hy ku të duash, pse më provokosh edhe mua? Tamam, të kemi kujdes. E tash, hapet një nën titull i bukur. Vdekja e njerëzve pa gjunafe. Do jetë një vdekje e bukur. Po kush mund tjetë tu pa gjunafe? Veç pejgamberët. E me që s'kemi pejgamber në mesin ton, kush janë këto? E harrojmë xhamat se edhe këtyne mund t'i zane vdekja. E në këtyne mund të vaj Azraili alayhi salatu wasalam. Allah ja Rabbi mona s'provo me këtë, mirë po është një realitet mundoze. Kush janë xhamat pa gjunaf? Fëmijët, loçkat e zemrave tona. Thot tash do e hapim një nën titull, vdekja e fëmijëve dhe këtë do ta përshkruajmë. Allahi as njanin pe këtyne. As çat islamofob që ma shan pejgamberin bile mos e sprovof me këtë sprovë. Thot, kur një fëmijë, një masum do të xhamat një njeri pa gjunafe, pa mëkate. Kur shtrihet në shtrat me smundjen e vdekjes,
do vinë prap 360 me lajqe nga xhenetet Ilijin, do me thënë nga xhenetet e larta, dhe do radhiten saf para ati që të ndihet më rahat. Dhe kështu do t'i thuajnë: o ti fëmijë pa gjinafe, mysh dhe për ty, sot është ajo ditë që nëse të ka vdek kuptohet nana edhe baba, do jetë dita që do të takohesh me ato, me gjyshrit e tu dhe me të afërmit e tu. Sot Allahu Teala mund t'i kërkosh ta shohësh edhe nanën edhe babën. Pastaj do t'i afrohen nga ato 360, 100 me lajqe do i afrohen dhe do t'ja veshin një kurore nga nuri në kokë. Do me thënë, kush e di sa e madhe do jetë ajo që 100 me lajqe do t'a mbajnë ato. Dhe neve këto skena nuk i shohim. Mirë po pse do hapet më perdja, momenti i vdekjes, dhe shohim me lajqe xhema. Dhe shohësh me lajqen e vdekjes, dhe këto në realitet o xhema. Si e shoh që këtë dras, unë që këtë mur, çashtu dhe shoh edhe me lajqen e vdekjes. Dhe neve kësaj i besojmë, i besuam. Dhe kjo do ndodhe një ditë. E janë nëse të kishim vdek si fëmijë, 100 me lajqe do të na mbajnë atë kurore, dhe kjo kurore ka emrin kurore e shefaatit, e ndërmjetësimit. 100 me lajqe tjera do e mbajnë kurorën e dashurisë e ashkut, dhe 100 me lajqe tjera do t'ja veshin petkun e gajretit dhe kuvetit të fuqisë që t'i përballojë këto skena të botës tjetër. Sa i çaçe ka shpirtin, e vlatësh ai. Edhe me i dal një mac friget, e ku mo me lajqe të shofe, dhe e lan mendja dalane. Prandaj Allahu Teala i dërgon me lajqe që ta përgatise për këtë skenë që për neve dhe duket trishtuse, ama për fëmin s'ka kur gjo për të trishtu. Pastaj, sa mbetën edhe 60 me lajqe qera. 60 me lajqe qera do t'ja largojnë perden nga sytë që të mundet t'i shofe këto skena të ahiretit. Kur të largohen këto perde, do t'i shohe krejt njerëzit që kanë jetuar në këtë dynja. Qysh nga Ademi a.s. e gjerë në vaktin e tij. Dhe aty, thot, do t'i sheh edhe nga familjarët e vetë që kanë vdek, duke u ndëshkuar. Prandaj, do filloj të qaje dhe të dridhet pak nga trishtimi. Njerëzit që janë rreth ati e vlatit të dashur, dhe mendojnë se është u dhanë shpirt dhe hek vujtje. Jo, s'ka shanca fëmia të hek e shpirt edhe të ketë dhimbje gjatë dorëzimit të amanetit. Me lajqet që do vinë t'ja marrin shpirtin, do e shohin se ky ka të veshur një kurore në kokë, dhe i ka të veshur ato teshat e gajretit dhe kuvetit. S'do mund t'ja marrin shpirtin dhe do t'i thuajnë: o evlat masum, krijuesi i botrave të çon selam dhe të thot: unë atë e kam krijuar, le të vije përsëri tek unë, sepse shpirtin që e ka te vetja është amaneti jem, duhet të ma ktheje. Si shpërblim do t'ja jap xhenetin dhe do të më sheh mua. Fëmijët na parashtrojnë këtë pyetje: si o Allahi, ku o Allahi? Ama kjo pyetje i ngjan fëmijëve. Ani fëmia që s'ka logjik të shëndosh, që është fëmijë, aklin halas e ka tamam, 3-4 vjet, 10 vjet shumë është, 3-4 vjet, 5 vjet, 6 vjeçarit i ngjan parashtrojë pyetje: ku është Allahu? Burr i madh duhet ta kuptojë se kjo pyetje nuk vlen për Allahun xhelle xhelal. Madje alamat interesant. Sa fëmijë kanë ardhur kanë thënë: ati e Allahu estakfirullah. E ku e di se e kupton Allahun apo? Unë si fëmijë kam gjuhë se xhamia qenë ka shtëpia e Allahut, kur visha me babën ose me gjyshin në xhami, e kërkojsha Allahun ç'a gjenal katavani. Mendje fëmijësh apo? E tash Allahu Teala thot: si shpërblim do ta jap xhenetin dhe të më shohish mua. Nëse ke dyshime, shiko pak ka qielli, fëmia pa gjunafe kur dhe ngrete kokën ka qielli, do t'i sheh me laqet se e thirrin eja të çojmë te Allahu xhelle xhelalu. Sigurisht që Allahu Teala s'ka pozicë, s'ka vend. Nga gëzimi i madh do fillojë të dridhet dhe do mundohet të kthejë nga shtrati që më shpejt ta japë amanetin dhe të shkojë me laqet se pret diçka shumë e bukur. Mirë po përsëri do t'i sheh syri i tij, familjarët e tij që ndëshkohen, çfarë do një gjysh që ja ka shajt pejgamberin. Dhe prap do hezitoje. Me laqet prap di thujnë: o fëmijë pa gjunafe, pse nuk dush ta dorëzosh amanetin? Fëmia do t'i thot: o ju me laqe, lutuni Allahut që të mi fale prindët, të mi fale gjyshrit që kanë vdekur si musliman, mirë po kanë bërë do gabime, atëherë dhe unë do ta jap amanetin. Si e ka këtë luks fëmia? Pse e kishte atë kurore të shefatit në kokë. Me laqit do t'i thuan: ja Rabbi, o Zot, ti e dish më mirë se neve halin e këtij fëmis. Allahu Teala do të përgjigjet me laqeve: për hakun e izetit tim, ja kam fal gjunafet prindve të atij.
Prandaj, hiç s'ka gajle. Kjo dynja është, si tha, trikaxhi, renavece. Disa vjet, po, është një knaci e madhe me pas evlat. Po helbet Allahu Teala nas provoj, dhe presim xhennet të përjetshëm të jemi bashkë. Pastaj prap me lajqe do t'i thuajnë, o masum, o ti fëmijë pa gjunafe, myshde për ty. Allahu Teala t'i pranoj lutjet. Ja fali gjunafet prindërve të tu dhe do t'ju bashkoj juve në xhennet. Fëmia do të gëzohet shumë. Duke vazhdu ky hall i gëzimit, Allahu Teala do t'ja dërgoj 2 persona nga xhenneti. Njërin në formën e babait, tjetrin në formën e nënës së tij. Do t'i hapin krahët dhe do t'i thuajnë, o fëmia jon i dashur, eja me neve se ne pa ty nuk do hymë në xhennet. Dhe do t'ja zgjasin një moll nga xhenneti. Fëmia i pafajshëm do ta merr në dorë dhe do mundohet ta nuhat t'ja marr erën asaj molle të bukur të xhennetit. Duke e marrë këtë erë, Azraili alayhis salatu vesselam do vinë në formën e moshatarit të tij, në formën e një fëmiu. A mund friget fëmia nga fëmia? Jo, nuk friget me lejen e Allah. Do vijë në formë të fëmiu dhe me hall të bukur do t'ja merr shpirtin, hiç pa ndjer dhimbje ai evlat i dashur. Pastaj, pasi ja merr shpirtin Azraili alayhis salatu vesselam, ja ngret shpirtin në 7 katë qiej e shëtit dhe e çon në xhennet e t'ja tregoj vendet se ku e pret dhe çka e pret në xhennet atë evlat të dashur. Pastaj do ta çojnë në një fushë me zeberxhet. Zeberxhet xhamati vjen një gur i gjelbërt i çmueshëm që e shikova në internet për kthimin, i thuj kanë krisolit, unë nuk e di çka kjo. Zeberxhet. Dhe duhet një pamje shumë e bukur. Fëmia do t'i pyet me laqet, pse më pruat këtu? Ato do t'i përgjigjen, vendi i kiametit do jetë shumë i nxehtë, ndërsa këtu ka 70.000 lumen të rahmetit, dhe në krye të këtyre lumenve është haudi Kautheri i pejgamberit alayhis salatu vesselam, i cili rin në kryen e asaj, dhe çdo njeriu që do hyjë në xhennet do t'i dhurojë nga një qase të pi ujë nga bazeni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me laqet do t'i thuajnë fëmis, edhe ti të marrish një qase dhe t'u japish prindve të tu, dhe ti kapish fort prindët e tu, përdore dhe ti përqafojsh ashtu prindët, se mos bëhet vakish kaku i gjunafeve, ato mos devijojnë ka xhenemi, ty Allahu Teala do ta pranojë ndërmjetësimin, do i marrish fëmijët e tu, prindët e tu në xhennet. Pejgamberi alayhis salatu vesselam thot dhe ka bërë lutje në namazin e xhenazes kur ka vdek do një fëmijë, ja Rabbi, këtë evlat boje ferat për ne. Besoj se dënjani për xhamatit e ka emrin ferat, duhet me ditë kuptimin. Ferat do të thot një person që shkon në një vend të huaj para neve dhe e shef njerë ambientin si është, e mëson mirë vendin, e përgatit për neve që të na preset e dera dhe those bujrun, eja ti këtu ulu, ti qetri këtu ulu. Ku shoky? Evlati, fëmia. Nëse e ka sprovu Allahu Teala dënjanin me këtë, hiç mos mërzitet. Ja ta ka çuni ferat, ta bon hazër vendin atje. Nuk do të lanet shkojsh ka xhenemi, edhe pse shumë mëkate ke pas këtë dynja. Vetëm me rëndësi është me shpëtu imanin me lejen e Allahut. Thot ti përqafojsh prindët dhe ti marrish edhe ato në xhennet bashkë me ty. Pastaj, me laqet i thujnë këtij fëmis, mos harro netët e xumas të vish në këtë dynja dhe t'ja çosh selamin ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të lutesh për ato se hatri i lutjeve tuja që je pa gjunafe një evlat, Allahu Teala do t'ja largoj ndëshkimin në vorr që ka ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Do me thënë, shpirtnat e pafajshëm shëtisin mesin tonë xhamat. Pasi ti ketë shëtit këto vende në 7 kaçi dhe në xhennete, tash do t'ja bin shpirtin pran kufomës, pran xhenazes, ati evlati, pastaj do i falet namazi xhenazes dhe do ta shtin në vorr, hiç pa hesap, hiç pa llogari, me laqet nuk do ta mundojnë atë. A di falet namazi xhenazes fëmis? Po xhamat, nëse ka dal nga barku i nanës me shenja jete, lëvizje, të qajtme e kështu me radh, duhet me ju fal xhenazja. Dhe nuk do kërkohet falje për gjunafet e asaj. Një që kërkohet për neve. Neve duan e xhenazes kur e bëjmë, kërkojmë falje, thëmë ja Rabbi falja gjunafet këtij të vdekurit. Për fëmin dhe themi ja Rabbi na bëj ferat neve atë fëmijë, na preset e dera e xhennetit. Mirë po thot, nëse prindët i kanë vdek pa iman, s'ndë e shohin atë dhe as fëmiu bile nuk do i kujtohet ti kërkoje prindët e vet. Dhe kjo është një ndarje e vërtet.
Allahu Teala na rujt nga ky hall. Para 2 vjeti ta kisha mbajt këtë ders dhe kisha folë kështu, pa ushall. Tash pak më ndryshe. Allahu gjithve na rujt e vlatit. Amin. Tash një nën titull tjetër, vdekja e grave. Edhe gratë i quan si njerëz të mirë që do kenë vdekje të bukur me laqe të mëshirës. Një grua që vdes në lehonë, apo shtatzane, apo nga murtaja, apo nga ndonjë smundje e brendshme që është vdekje prurse, këtu në klapa thot verem, kancer e kështu me radhë. Apo as njana prej këtyne. Mirë po, megjithatë ka bërë razi burin. Allahu Teala atë do ta merr si grua xheneti, si shehide në botën tjetër. Edhe te kjo, 360 melaqe do të radhiten për t'ja bërë sa më të bukur vdekjen, dhe do ta përshëndesin me respekt dhe selame. Dhe do t'i thuajnë: "Oj shehidja e dashur e Allahut, eja, largon nga pallatet e kësaj dynja, se çka të duhen? Ti e ke bërë razi Allahun, prandaj Allahu Teala ta dërgoi këtë smundje si behane që të t'i fale gjunafet, si shpërblim të ta japë xhenetin. Eja, dorëzoje amanetin." Gruaja kur do ta kuptoje këtë mertebe të xhenetit, menjëherë do të dëshiroj me dhan amanetin dhe do të shikoj në 4 anët e saj. Dhe do t'i kujtojnë të afërmit. Dhe do i thot me lajqeve: "Lutuni, Allahu Teala t'ja fal mëkatet edhe këtyne të afërmve të mi, pastaj do t'ja jap Allahu Teala amanetin." Me lajqet këtë lutje ja tregojnë Allahut, Allahu Teala thot: "Për izetin tim, do me thënë, haku i madhëshisime, ja kam pranuar lutjet kësaj gruaje dhe falnja këto të afërmit që i ka, vlla, motër, gjallë, vajzë, nuse ndoshta." Pas kësaj myshteje do afrohet Azraili a.s. bashkë me 120 melaqe të mëshirës. Këto melaqe do kenë shumë nur, do të shkëlqej nuri atyre deri në arsh, dhe do kenë në krye nga një kurore plot nur, do kenë tesha të veshura nga nuri, edhe këpuc nga altani, dhe krahët do t'i kenë të gjelbra krejt nur. Në duart e tyre këto 120 melaqe do mbajnë pemë xheneti dhe do kenë erë nga misku i xhenetit. Do vinë përsëri me respekt, do t'i japin selam kësaj dhe do t'i thuajnë: "Allahu Teala të çon selame, do ta jep ty xhenetin dhe do të bëj kryshi me Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe do të bëj shoqe e Hazreti Aishës radhiyallahu ta'ala anha." Kjo grua kur do t'i dëgjoj këto fjalë, këto myshde nga melaqet, do t'i hapen perdet e syve dhe do t'i shef prap gjithë njerëzit nga Ademi a.s. e gjermësa. Do t'i sheh shumë gra besimtare që shpërblehen me të mirat e xhenetit, mirë po do të sheh edhe nga ferefisi njerëz që ndëshkohen, dhe do t'i kërkoj Allahu Teala: "Ja Rabbi, falja atyne mëkatet që ta dorëzoj amanetin." Allahu Teala do të thotë: "Robja ime e dashur, robnesha ime e dashur, gjitha lutjet ti kam plotësuar. Ja kam fal këtyne mëkatet, hajde tash ma dorëzo amanetin, se ty të presin gratë e pejgamberit a.s. dhe vajzat e ti, Hazreti Fatimia, Hazreti Zejnepi, Ummu Gulthumi, vajzat e pejgamberit a.s. të presin." Kur do t'i dëgjoj këto fjalë, kjo grua nga emocionet e mëdha do filloj të dridhet, do t'i dridhen duart, këmbët, dhe nga emocionet e mëdha do të filloj të gjersoj. Këto emocione do të kaplojnë një femër muslimane që e ka kalu edhe rinin e saj në hapat e Hazreti Aishës edhe Hazreti Fatimes. Do me thënë, këto emocione duhet duke qenë e gjallë dhe në vetëdije me i përjetuar pak, që edhe momentet e vdekjes të vinë ato ndjenja. Kështu, pa mundime, pa dhënë diçka dëni, këtë dynja nuk ka si emocione që. Prandaj, këtu s'ka vajza, s'ka motra muslimane, mirë po të va për cjelim mesazhet. Kanë marrë një kahje interesant. Dynja lajki i ka mbyt, nuk e di ka jon të shku, nuk kanë haber si e ka emnin vajza e pejgamberit al-Islam që i pret në xhennet, po i imitojnë këto qerat. Ku e di ndërhyn, ma pare e dishim se vetëm në për vetulla ndërhyet, tash ka nuk ndërhyn gjema në gjym. Më thujnë, hoxhët e s'kia haber se rejtë që ditë në xhami, po që para disa mujem duket më tregun. E ne briti mirë kanë estakfirullah. Briti merë, vajza e pejgamberit a.s. u desh të bëhet. Si ajo u desh të duket, kjo i merë brit. Pse? Që të duket si dënjana që s'ka gusull,
që bën përdit zina, estakfirullah. Imiton ato. Nëse imitojsh ato, kësi emocione nuk ka para vdekjes. Tash isha në Stamboll para disa javëve. E shoh në aeroport çdo e 5 vajzë maska në fytyrë. Hanza plasta flastera ka hunda. Ma pa mund tek se Stambolli djepi ulemave apo vend i çishit njerëzve që shkojnë ndërhyjnë në për fytyra, në për trup, bojnë hukubet. Bojnë hukubet, subhanallah. Ka vdekje, bej. Këtë amanet duhet me adhan Allahu Gjelle Gjelalu. Po dhe trupin që ne ka falë Allahu nuk është ndurët tona. Amanet është. Si ta ka falë Allah, që ashtu duhet t'ja dorëzosh Allahut. Po e harrojnë se dëm plaken një ditë, dhe dhe afrohet kjo vdekje, dhe i kapet dhe një smundje. Do bojnë pishman për këto vepra, për këto pare që i kanë arxhu, për këto munde, për këto rizilleqe. Po para mendoj tash veten në shtratin e vdekjes, dhe dish mbas disa momenteve dhe japish llogari Allahut. Po send më të keq se trupin që ta ka falë Allahu, te nuk ja kthesh Allahut ashtu si ta ka falë ai ty. Po që këtë laps unë e ty me ta dhënë, një laps që e du shumë, dhe për mua ka shumë vlerë dhe kujtime. Të ta jap ty dhe të thom këtë marrujsh, amanet, bas disa vjetet ma kthesh, që ashtu si ta kam lanë. Ta i si pas ideave tu, ja ke shtu diçka, ja ke marrë një pjesë, ku e di ke shtu një pjesë tjetër, pak plastik, pak ashtu, pak shumë. Po s'ta pranoj atë une. Edhe pse unë se kam kriju atë. Krijuesi do t'ja dorëzojmë amanetin, krijuesi tanë. Hajde të zgjohen njëre për gjithmonë se ka vdekje. Ç'ky bajram le të bëhet sebeb të kthehen rrugën e vajzës pejgamberit alayhis salatu vesselam. Mua xhamat më së tepërmi që më emocionon dhe më edukon shpirtnisht është fakti që konsiderojmë fëmijët e Hazreti Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Dhe një ditë do takohemi me atë, me nanën tonë. Nana jonë është nana e besimtarëve. E tash tamam edhe nana që i kena në dynja nuk du më va marrin fytyrat. Po para mendoni e gruaja e pejgamberit alayhis salatu vesselam. E tash unë duhet ta ruaj veten, se duhet takohem me atë. Ta paramendoj veten vajzë. Motivim më të madh se kjo nuk do kishte. Hazreti Aisha, si a duk, që këshu? A i ka prek vetlat? Jo. Hundën e ka prek? Jo. Brinta i ka prek? Jo. Usos puna. Qka ka vesh? Shami ka vesh. Qka ka bo? Ka fal namaz. Qashtu do kishim jetuar xhamat. Gratë e kanë kollaj be xhamat. Hadith e kalon, le ti falin namazet, le të kalon mirë me burrat, ta ruajnë namusin e fitun xhennet. Çka thjesht e kanë ato? Çka lipni në për vetlla, në për hundë, në për buzës të fërli. Po nuk ka aty bejzeti, nuk ka aty krenaria, nuk ka aty nderi. Nderi është i ngjash vajzës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama problemi buron xhamat se shif këtu jemi gjithë burra dhe nuk ngjojnë dersa, ato ngjojnë vetëm ju burrat. Në xhumaja vim ne vetëm burrat dhe vetëm burra ngjojnë dersa. Ato në Instagram receptet e ushqimit. Ku e di veshje, moda, mobilje, çdo ditë në vjet ndrohen mobiljet be xhamat. 25 si thuin atine 25 pal gota edhe pjata edhe vilushka në thika brin supan. Dhe ka sigurisht një 25, nëse i ka, një 20 nuk janë përdor hiç vitin e ardhshëm në çato do t'i bleje subhanallahu. Se di çka do bëhet hali. Ka vdekje be vallahi, ka vdekje. Prap shejtani i mallkuar do t'i afrohet me atë ujë, edhe pse thot nuk do ketë shumë shpresa, me ja vjedh imanin, po do thosë haj ta provoj fatin. Mirë po pse ka qenë muslimane e mirë, 2 melaj që do të ruajnë këtë, dhe do t'ja thejnë atë gotë me ujë të akull, mirë po ujë i rreshëm që është, do t'ja thejnë atë gotë, dhe kur do t'a shek këtë skena jo muslimane, do të qesh nga gëzimi. Pastaj, Allahu Teala do të dërgoj vajza nga xheneti dhe do t'ja japin një qase të pi nga uji i një që do pi edhe ai evlat pa gjunafe, nga Keutheri i pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga kënaqësia e madhe, nga shija shumë e bukur e këtij ujit, do mundohet të ngrehet nga shtrati dhe të ngjitet në atë gotë dhe që aty Azraili alayhi salatu wassalam tu e ndjerat kënaqësi, do t'ja merr shpirtin që mos ndjeje hiç dhimbje, tu e dorëzu amanetin. Me laqet ndërmjet vitit do të thuajnë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pastaj do ta shëtisin në për 7 kaqej dhe në për xhenete. Pastaj do t'ja lajnë xhenazen, do ta shtrin në musalla për ta fal xhenazen. Përsëri kjo do të flet sigurisht që me gjuhën e shpirtit dhe do të thotë të afërmve:
Për herë të fundit dua ta shikoj dynjan, dua t'i shoh të afërmit e mi, dua t'i shoh evladët e mi që të marrin mësim e të marrin ibret, se së shpejti edhe ato do t'i gjej e njëjta që më ka gjetë mua. Mos të vajtojnë dhe mos pisklojnë mbas mua, të më përmendin me Kur'an, mos më harrojnë dhe mos grinden për trashëgimin time, që mos ndjej dhimbje dhe azab në vorr. Madje ditët e xumaja dhe për bajrame mos më harrojnë mua. Kush e di sa veta prej këtu e kanë përcjell nanën e vete, motrën e vete, gjyshen e vete, dhe tash presin ditën e xuma, gje pritëshin ka një selam, pritëshin nga një jasin, sot ditë bajrami, pse të shkojmë neve në për Vareza, se ky qitab 400 vjet u lexuan trojet tona. Shkojni xhamat mbas bajramit në për Vareza. Shkojni, si të shkojmë ta vizitojmë gjyshen që e kemi gjallë, dhe shkojmë edhe ta vizitojmë atë gjyshe që na ka vdek. Sipas Islamit veç trupi ka vdek, shpirti hala vazhdon aty dhe pret misafir ajo, pret nga një selam t'ja çojmë. Aman mos u mashtrojni me hoxhallar. Në fojzat themi hoxhallar që thuin nuk bën me shku. Nuk bën me shku, thuin estakfirullah, ta vizitojsh nanën edhe babën në vorr që e kije. Kur do të vihet në musalla, përsëri do të fol me gjuhën e shpirtit dhe do t'i thot të afërmve të tij, lam tu mirë, lam tu mirë, lam tu mirë, dhe do të shifemi në botën tjetër. Pastaj do ta shtin në vorr. Kur ta shtin në vorr, përsëri do të flet dhe do mendoj se do ketë hala hizmeqare si ka pas në këtë dynja, pra si vajza apo dënit të afërm. Dhe do të thot të afërm të tij, mas qelni në lambë se shumë terë këtu, errësirë e madhe në vorr. Nuk do ketë përgjigje, pastaj do mundohet vetë të çohet në kam. Kur dhe e shef se me duar prek ka trualli dhe koka do t'i prekte ato drasa që i vendojmë neve në vorr, aty do ta kuptoj se unë pas kam vdekur. Në atë moment do të hapet vorri dhe do të vinë 2 melajqe për ta marrë në llogari se kjo ka hyma në pubertet. Dhe do ta pyesin: "Men rabbuki, kush është Zoti yt? Wa ma dinuki, çka është feja jote? Wa men nebiyuki, dhe kush është pejgamberi jot?" Nëse ka qenë musliman e mirë, shumë kollaj do të jep xhevap dhe melaqet do ta përgëzojnë pastaj me xhennete. Në atë moment kur do ta përgëzojnë me xhennete, nga ana e gjathë e xhennetit do hapet një dritare e bukur, një dritare xhenneti. Do i paraqitet një person me një fytyrë shumë të bukur që do i shkëlqej si hana e plot. Kur do ta sheh atë fytyrë do gëzohet shumë se do ta kuptoj, është diçka pozitive, dhe do ta pyet kush je ti, dhe ai person do përgjigjet: "Un jam sabri jot dhe shukri jot që e bane në këtë dynja." Pra veprat e mira xhamat në ahiret dhe në jetën e varrit që i themi në berzakh shndrohen në dimensione tjera. Nga dhikri u bë objekt. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thot: "Kush thot në këtë dynja subhanallahi wa bihamdihi, ndërtohet një dru në xhennet për atë." Do të thonë nga dhikri shndrohet në tjetër trup dhe objekt. Çashtu sabri që e ka bën në këtë dynja për të fal 5 vakët namaz. Jep gjë fëmis, zgjohet mbas 2 orë qan. Sa e shtin prap në gjumë, mbas 1 orë prap qan. 3 saat, 4 saat dë fleje, 10 herë ndërpite gjumi. Prap zgjohet sabahin e falën. E kjo kërkon sabër. Dhe kjo nuk on një ditë, 3-4 vjetë është kjo. Njësa të arrit e fëmin. Mapa, vjen buri nga puna, gatoja ushqimin, laja teshat, hekurosja teshat. E kur do pushoj e kjo, erthjatësia, hajde ta shoh prap, jatësin fale. Për që këto sabre, dhe ketë një fytyrë shumë të bukur në xhennet, në varr që ta shoqëroje, mos e ndjeje veten vet aty. Apo tash për Ramazan, apo. Ato e gatojnë iftarin, neve shkojmë vetëm hazër e ham. Ma pa mbas iftari, si na bie një pesh, apo me një dum shtrihemi pak. E falim shpejt akshamin, deri një atësin, një 50 minuta të shtrihem. Ajo duhet çohet, ta pastroj, ta ngrej sofrën. Ajo zgjohet 1 saat më herët, na përgatise neve syfyrin. Neve ham syfyrin, fal sabajin frek, mos dilas në xhami, se të më dalit xhumi, të flet derisa të shkojmë punën, një 3-4 saat, ajo duhet tash ta ngrej prap sofrën. Ma pa qana i vogli shkojnë atë qetësoje. Ma pa bjerë flenja 2 saat, tash erdh vakti të shkosh në punë, zgjohesh tej me alarm, ja prishish gjumin edhe asaj, ma pa ajo duhet të të përcjellë ty, s'ka gjumë. Sabër. E sabër dhe boje, ma në fund dhe fitoje xhennetin. Edhe një nën titull ka dhe mbaron ky kitab i bekuar, thot vdekja e disa njerëzve që të quhen si shehid. Thot ka 2 lloj njerëzish që quhen garib, do me thanë të çuditshëm. Njani që vdes në gurbet,
dhe nuk ka asnjë akraba farefis, nuk e njeh askush dhe s'ka kush t'ia falë xhenazën, subhanallahu. Tash kollaj me një avion ta bien, po më para të themi. Dërsa tjetri është në vendlinjen e tij, mirë po është fakir e fukara. Askush, si themi neve, nuk e fermat, nuk e përfill këtë dhe s'ka shoqëni. Këta njerëz nëse i kanë ndjek urdhrat e Allahut, vdesin si shahid. Pastaj ka edhe një vdekje të çuditshme. Thot plaku, një njeri, nëse i ka kaluar 60 vjet sipas Islamit quhet plak. Nëse i ka kaluar 60 vite, dhe ato 60 vite nëse i ka kaluar në namaze, dhe nuk i ka lanë asnjëherë namazet. Puna, smundja, udhtimi, shëtitja, jo. Sendi kryesor në këtë dynja do jetë namazi. Kur gjë tjetër s'ka bë. As pushk nuk ka marr, as shpat nuk ka marr, kur gjë s'ka bë, namaze ka fal 60 vjet, kur vdes, do vdesë si shahid. Kurse tjetri i ka kalu 60 vjet, mirë po nuk ka namaze, ai tjetri nuk është shahid. Mirë po një njeri, edhe nëse nuk ka namaze, nëse është musliman, nëse ka ranë duart e dyshmanit, duart e qafirit, dhe vritet në mënyrë të padrejtë, do me thanë me zullum, me lejen e Allahut, edhe ai njeri është shahid dhe vdekjen do ta ketë të bukur. Këto njerëz sa ta vën kokën në shtratin e vdekjes, me njerë dhe të qilen dyert e qejve, do t'i shohin me lajqet, që thot janë pafund, vetëm Allahu Teala u adin numrin atyne, dhe do t'a dëgjojnë fjalën e Allahut, që thot Allahu Teala në Kur'an, ja ejetuhen nefsul mutmainnah, o ti shpirt që e ke qetësuar veten tu i bëj ibadet Allahut, 60 vjet xhamat. 60 vjet me boj ibadet halis si duhet, me mësu akiden ehli sunne, me mësu pak ilmi hale, me marr abdes si duhet, me ditë sefatet e Allahut, ti bësh 60 vjet ibadet Allahut pa ndërprer, në fund qetësohet ma i shpirt dhe pret vdekjen rahat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ktheu tash te Zoti jo duke qenë radiyatan, ti razin nga Allahu, mardiyatan edhe Allahu razin nga ti. Fedhuli fi ibadi, hyn mesin e robëve të mi, wedhuli jannati, dhe hyn në xhennetet e mia. Piktu ka një isharet se për të hyrë në xhennetet e Allahut duhet me ndet mesin e robëve të mirë të Allahut. E robët e mirë të Allahut zakonisht supozojmë se janë nëpër xhamia e mexhlise, me njerëz me abdes, me njerëz hakikat që falin 5 vakët namaz e kështu me radhë. Mirë. Këtë njeri do ta veshin me tesha xheneti. Allahu Teala do t'i thot me laqeve këtë person shtinja nga të parit në xhennet, se 60 e kusur vjet ka bëj ibadet ky. Sepse ky njeri në dynja e donte namazin, e falte namazin, misafirët i donte, njerëzit që gabojshin kundër atij i falte, ashtu i ka hije një plaku apo një plak i but me hikmet, i urt, të rrit dë gabojnë, ai do t'ja fal apo. Dhe bëjte shumë istighfar dhe pendoheshte nga gabimet që i bante dhe pastroheshte materialisht dhe shpirtnisht. Materialisht e jepte zeqatin dhe pastroheshte. Shpirtnisht bante dëni gabim, jepte ose dëni zeqat, ose istighfar, ose teube, edhe njerë nuk e përsëritte atë gabim. Allahu Teala kështu thot në Kur'an, inna Allahi yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Vërtet Allahu Teala i don ata që bëjnë shumë teube dhe ata njerëz që thuje emnin që pastrohen shpesh. Pastaj me lajqet që i kanë shkruar veprat, njëri në anën e gjasht veprat e mira dhe tjetri në anën e majt që i ka shkruar veprat e këqija, kështu do t'i luten Allahut. Ja Rabbi, neve ishim të punësuar, themi, neve ishim vekil në këtë dynja me këtë robin tënd. Tash ky vdiq, ne ishim mësuar t'ia shkruajmë këtij veprat, ne çka do bëjmë tash? Na jep leje që edhe neve shkojmë në xhenete me këtë rob të dashur. Allahu Teala kështu do të thot me laqeve, ju si ishit bashkë me atë në këtë dynja, shkojni tash në varrin e tij, rrini afër atij, bëjni tesbih, bëjni tekbir, bëjni dhikr, falni namaze dhe sevape që i keni fituar, dhuronja këtij merhumi të vdekuri. Prandaj me laqe derisa të krisë qameti, do bëjnë ibadete dhe sevapet do t'ja dhurojnë këtij njeriu të vdekur, një lloj si neve që lexojmë duat hatmeve, bëjmë qelime i tauhide, japim sadaka dhe më në fund u adhurojmë të vdekurve. Allahu Teala na e bëf një vdekje të bukur. Allahu na i falt gjinafet, ama na i mundsof sa më shpesh ta kujtojmë këtë vdekje. E ne sot për ditë Bajramit nuk ka kurrë një farë zarari me e kujtu vdekjen. S'ka kurrë një farë zarari, tamam.
Allahu na bëft nasip të hyjmë xhennet dhe ta shohim Allahun xhelle xhelaluhu. Dhe mund tash të vim ka fundi. Mashallah xhamat, Allahu ju shpërblev duat hatmeve, kelime i tauhid, hatme, 2 hatme, një dua për hatme, mashallah, shumë hatme paska. Ta bëjmë tash një duat për gjithme. Amin. Subhane Rabbi al-Alil ala al-Wahhab. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma izza al-islam wal muslimin. Allahumma qahhir al-kafarata wal fajrata wal mulhidin. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين إمامنا سالمين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Edhe 1 minutë atër veç ta përshkruajmë namazi i Bajramit si falet, edhe pse e dim, po bereqet me e boni përsëritje. Rekatin e parë imami i nderuar merr tekbir, e lexojmë subhaneken, mbas subhanekes i marrim edhe 3 tekbire. Rekatin e dytë imami i nderuar pasi ta ketë lexu elhamin edhe një sure, atëri marrim 3 tekbire dhe shkojmë në ruku me tekbirin e 4. Allahu Teala na bëft kabull. Nëse duhet t'i mbushim pak safet, se më duke a bie shi për jashtë? Nëse bie, mund t'i ngushtojmë edhe pak safet. Mm-hmm.